Rike Roçi ka zgjedhur të ndajë me publikun një moment shumë personal dhe shpirtëror, duke lënë më njanë shkëlqimin e zakonshëm të botës së showbizit për një udhëtim në Mekë. Ish-banorja Big Brother VIP është shfaqur e veshur me abaja të zezë në tokën e shenjtë, ku ka kryer ritualin e umres, një veprim që ajo e përshkruan si realizimin e një ëndre të kamotshme. Në postimin emocionues, modelja shpreh e përulur dhe mirënjohëse: Allah, faleminderit që më zgjodhe ndër mysafirët e tu, një përvojë që do ta mbaj përgjithmonë në zemër. Ky dedikim i ndjer ka marrë menjëherë vëmendjen e kolegëve të saj. Personazhe si Stresi, Eriola Doçi, Shqipe Hysenaj dhe Ervin Gonxhi kanë mbushur seksionin e komenteve me urime të përzemërta, duke e mbështetur Rike në këtë rrugtim të rëndësishëm shpirtëror. Duket se për te jetës publike, Rike po kërkon në këtë moment paqe shpirtërore. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.